2026, viti i përmbysjes së diktaturave, viti i zi për diktatorët, viti lirish për kombet. Pas vendosjes para gjykatës të Maduros apo Ramaduros të Venezuelës, radhën duket se e kanë Ajtullahët e Teheranit. Kombi Pers është i tërin këmbë për lirinë dhe dignitetin kombëtar, kundër regjimit më obskurantist që ata kanë njohur në tërë historinë e tyre të gjatë, regjimit të Ajatullahëve. Ky regjim në gahmat e fundit po përdor të gjitha armë dhe mjetet, dhe dyrit e fundit ka me qindran mos mira, martir të liris. Por marshi i Iranjanëve, i revolucionit iranian drejt fitores nuk ndalet me asgjë. Regjimi i Iranit i ka ditët e numëruara. Liria e Iranit ka çmim në saj e iranianëve, por burra dhe gra, djem, vajza të këtij kombi janë të gatshëm ta paguajnë atë. Partia Demokratike mbështet me forcën më të madhe opozitën iraniane në betejën e saj për një Iran të lirë, demokratik dhe të pavarur. Partia Demokratike bën thirrje qeverive të vendeve të lira, Shteteve të Bashkuara të Amerikës në radhë të parë, të ndihmojnë me të gjitha mundësitë popullin vigan iranian të shqirohet nga ky regjim obskurantist. Sot jam këtu për super skandalin e ri, që denoncoj me përgjegjësi të plot ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Jam këtu për parkun virtual të high-techut apo de facto troplanën e Shkozetit, një skandal idej për filmat me horror në gjinin e vjedhjeve të pasurive publike. Ja, ky është Silicon Valley i Edi Ramës, Armand Frangut, Fatmir Troplinit, që quhet Durana. Durana. 3 vite më parë, se ka historinë e vetë, një nga gjigandët e high-techut vendosur në Ukrainë, EPAM, pas shpërthimit, pas agresionit rus ndaj Ukrainës, vendos që të spostoj si përmarrjen e tij të madhe në një vend tjetër dhe për zgjedh Shqipërinë.
presidenti i kësaj kompanie ndër më të fuqishme në botë, me xhiro miliarda dollar, vjen në Shqipëri dhe pritet nga kreu i organizatës kriminale Edi Rama dhe Agaçi me asistenten e tij Elira Kokona. Ai paraqet projektin e tij, dëshirën dhe vendimin e kompanisë që të gjithë sipërmarrjen e tij të madhe në Ukrainë ta spostoj në Shqipëri, por për këtë qëllim kërkon krijimin e një zone si të kishte me kushtet favorshme, me disa kushtet favorshme në Ukrainë. E vërteta është se kjo ju premtue se Ramaduro filloi të flasë për Silicon Valley në Durrës, por me njëherë kthetrat e egra të mafjes shqiptare përvetësuar projektin dhe kompania precizoze amerikane nuk gjeti asnjë mundësi që të investonte në këtë vend. E zhgënjur, e dëshpëruar, pa që kishte bënte me një narkomafje të pa shembullt dhe si përfundim këto livadë dhe ara që shifni këtu janë troplana e Edi Ramës. Vendimi u mur, zona u shpall dhe në këtë zonë u regjistruar 46 kompani të cilësuara me silver, gold, platinum. Që të gjitha këto kompani, po thuj të gjitha pa përjashtim dhe përjashtim të vogël, antare të Këshillit të krijuar me ndërmarrje IT-e nga kryemafiozi i IT-s shqiptare Ermal Beqiri, alias Armand Frangu, ose Armand Frangu alias Ermal Beqiri. Jo se Beqiri nuk është real, se ai është një delinkuent që në fund të vitit 2013 vodhi 20 milion deklarata tatimore të qytetarëve shqiptar në sistemin e IT-s me ndihmën e kriminalit të damkosur Spartak Brao dhe urdhrin e kreut organizatës kriminale Edi Rama. Por, tashmë, pas prishjes së pazareve, midis në kopshtin privat të Edi Ramës, midis Armand Frangu dhe Geron Meçës, pas neutralizimit të tij dhe eliminimit të tij me pegmarrje tjerë, fuqishëm në kopshtin privat të Edi Ramës, si fitues absolutit tendrave në emër të Armand Frangut, hyn Ermal Beqiri.
Tani, Ermal Beqiri me Këshillin e krijuar kërkon të disiplinoj të gjitha kompanit e sektorit dhe i regjistron ato antare të Këshillit me kota 1.000, 5.000 e tjerë. E vërteta është, çfarë është Troplana? Se dihet që çdo centimetër territor në Xhavzotaj është në kontrollin e pamëshirë të troplinëve. Troplana është një zonë virtuale e lirë. Kompanitë të regjistruara në Troplana janë të shpërdara në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. S'kan asnjë lidhje, asnjë aktivitet në Xhavzotaj, asnjë punësim. Por ato kanë dy avantazhe. Ka një reduktim të madh të taksave gjerë në absurditet. Për ato paguajnë shtetit një taks krejt të paransishme, 5%. Taksat e vërteta ato ja paguajnë Edi Ramës, Armand Frangut nëpërmjet Ergis Agasit dhe Ermal Beqirit. Pra, në këto livadhe dhe arat Xhavzotaj, që në pamjet parë, shef njeriu vetëm barë, këtu vidhen, nga taksat e qytetarëve shqiptar, 100 milion euro në vit. Natyrisht, këto janë vetëm taksat, por 100 milion tjera vidhen, edhe duke vrarë konkurencën dhe garantuar këtyre kompanive të regjistruara në Troplana, tendera të Akshit dhe të gjitha institucioneve tjera shtetërore. Skem si Troplana e menaxhuar nga famozja Lubia numër 3, Elira Kokona, në emër të patronit të saj Edi Rama, gjën vetëm djegësin e Tiranës. Por dallimi është se në rast se në djegësin e Tiranës territori është pas një ndërtim dhe janë vjedhur 130 milion. Në rastin e Troplanës, përsëri nuk ka asnjë ndërtim, asnjë ndërtesë, asnjë kompani të vendosur në arat dhe livadhet e Xhavzotajt, por janë vjedhur nga taksat e qytetarëve shqiptar 100 milion euro dhe janë vjedhur po nga familja Rama.